لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht me rekomandimin e Këshillit të Bashkisë Islame në këto ditë Ramazanit dhe në këtë xhumë të Ramazanit, është ba një rotacion, një ndrim i imamave për këtë xhumë. Kështu që hoxhën e juve këtu që e kemi ne atje në Gavran, ndërsa neve na ka ra që me ardhë në vend të tij. Mendoj se është një punë e mirë, edhe ne për ne si hoxhallar pak freskohemi pak, po edhe për xhamat do thotë një ndryshim, një freskim pak ma tjetër, ndoshta edhe pse ne njihemi me njëri tjetrin, dëgjojmë prej njëri tjetrit dhe nuk jemi do thotë të panjohur për njëri tjetrin. Të nderuar vëllezër besimtar, ashtu që biseduam edhe para ezanit të xhumës për mësimet që i marrim nga Ramazani, nga agjërimi Ramazanit, çdo njëri prej neve që agjeron duhet që ta kuptojë mirë se qëllimi i agjërimit të Ramazanit është me ndërtua vlera në jetën tonë. Me ndërtu vlera që ato vlera jo vetëm që do t'jenë të mira për ahiretin tanë, mirë po ato do të shërbejnë ty edhe në jetën tanë. Do t'i përmendim një 3 pika të rëndësishme dhe duke u mundu që të jemi sa më të shkurt në këto pika, të cilat të nderuar vëllezër na ndihmojnë neve që krijojmë vlera në jetën tonë dhe të ngritemi kapacitetet tona edhe personalitetet tona. Njëra prej qëllimeve të agjërimit është që ti tregoj besimtarit çish duhet me pas qëllim në jetë. Çish duhet me pas besimtari synim në jetën e tij. Angazhimi i njeriut në këtë dynja, punë që i bën në këtë dynja, varet krejt prej qëllimit që e ka. Mund mos me pas sukses në punët e tij dhe herë e nis një punë, e lën gjysë, dhe herë e nis tjetër e lën gjysë,
sepse mungon qëllimi për çka e ka nisat punë. Mungon do të thotë vendosmëria për me arritë ajo finalizimi i asaj. Allahu xhalla xhelaluhu kur ka folur për agjërimin ka thënë la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Kur ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjërimin ka thënë men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush Ramazanin e agjeron me besim të plot dhe duke llogarit shpërblimin tek Zoti, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ati do t'i falen gjënahet që i ka po më herët. Ati do t'i falen gjënahet që i ka po më herët. Do të thënë me agjërimin tënë ti e kini qëllim. E kini synim. E cili është ai synimi? Është që me t'i falë Zoti gjënahet që secili prej neve mund t'i bëjë në jetën e tij. Kjo është synim, kjo është qëllim. Me t'i falë Allahu xhalla xhelalu gjënahet do thotë mu i boj paç ti. Mas shumë ti që e njollosin edhe e batisin këtë dynja, edhe e ndotin këtë dynja janë gjënahet të ndëruar dhe zë. Ti përveç që kur synon me agjërimin tanë me t'i falë Zoti gjënahet, ta dirë se jetë ngrit në një botë tjetër. Jetë ngrit nivelin tanë shpirtit tanë edhe të zemrës tanë, edhe të pastërtisë tanë, në nivelin e një bote tjetër që ne mësojmë edhe lexojmë edhe për to e që janë melaqet. Melaqet janë pa gjënahe. Ti kur agjeron Ramazanin, dhe synimi jetë është me t'i falë Zoti gjënahet. Kur t'i falë Zoti gjënahet në reqësh, rregullohesh, përmirësohesh, pastrohet zemra jote, pastrohet shpirti jëtë. A nuk në ndihmon kjo të nderuar vëllezër që në jetën tonë, ky agjërim që e bëjmë me këtë synim, a nuk në ndihmon në jetën tonë që gjithmonë kur të bëjmë në i punë, kemi qëllim final për me kryer punë, mos t'i lami në gjys punët e tona, ja keni mësimit si nxënës si student në profesion të ndryshme, në profesione të ndryshme, në fushë të ndryshme, mos u nal derisa ta arrish qëllimin. Ja ke nis një zanati, mos u nal në gjys, sepse të kam mësuar në Ramazani që ti në gjys nuk bën më nal, po do të më rritë qëllimi për çka je shkuar. Kjo është shumë vlerë e madhe, e cila na pasuron jetën tonë. Tjetra, njëra prej mësimeve apo prej vlerave që na jep ky agjërimi i Ramazanit është me mësu njerin që duhet me shfrytëzue momentet dhe shansat. Në çdo fushë të jetës, vjen një moment nëse atë moment nuk e ke shfrytëzue edhe të ka ikë tyje, ki me mirë brava. E Ramazani na mëson neve sepse Allahu xhalla xhelalu ta ka dhënë tyje një moment, një shansë që nuk ta ka dhënë jashtë Ramazanit dhe ti e synon që të shansë me shfrytëzue. Ndonë me shfrytëzue që të shansë, falja mëkateve, pastërtia shpirtërore, shpërblimet e mëdha me punë që i bën, jashtë Ramazanit nuk janë këtu. Dhe njëri prej shokëve të pejgamberit, këshillin e shokët e pejgamberit të nderuar vëllezër, çysh e ka shfrytëzuar momentin dhe shansën kur i është dhënë. Kur e ka pasur që është një moment i rëndësishëm në jetën e tij përpara, me njëre ka kap atë moment. E ka shfrytëzuar shansën. U kashe shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi po thot para njerëzve, para shokëve të tij, po thot kanë me hyrë në xhennet pa dhënë llogari fare, pa u gjykue fare drejt në xhennet 70.000 njerëz. Hadithi është më i gjatë dhe ka muhabet rreth këtij hadithi.
Ukashe e shoki pejgamberit kur u konë të edhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberit e minhum ana ja Rasulallah, tha, a jo më në prej tyne ja Rasulallah? Tha, po, tha ti e prej tyne. Kur e ba tjetri që e shfrytëzoi momentin Ukashe, unë ngritë edhe ai tjetri edhe i tha, ja Rasulallah, e unë a jam prej tyne? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha? Tha sabaqaka Ukashe. Ta kaloi ty Ukashe. E mur. E shfrytëzoi rastin. U mbyll më kjo çështje. Andaj të nderuar vëllezër, neve na jep këtë vlerë agjërimi Ramazanit që më shfrytëzue, me na mësu neve në jetën e përditshme çështë më shfrytëzue momentet dhe shancat të cilat na dalin neve në jetën tonë. Në çfarë do thushe, shfrytëzoje momentin që e ki përpara, sepse ndoshta ai nuk kthehet më. Shfrytëzoje tash shansën e Ramazanit që e ki përpara, në kërkimin e faljes e në pastrimin e shpirtit tanë, se nuk e dimi Ramazanin tjetër ato të jemi gjallë. Dhe e treta është shfrytëzimi i kohës. Njerëzit që kanë mri shumë, të nderuar vëllezër, që to tri vlera i kanë pas më rëndësi. Synimin e kanë pas qartë çka me bën, i kanë shfrytëzuar momentet, dhe tjetra e kanë shfrytëzuar kohën. E kanë shfrytëzuar kohën. A nuk na mëson neve Ramazani, agjërimi Ramazanit që ngritmi natën, edhe e përmbyllmi ushqimin në një moment të caktuar, edhe qelmi ditën ushqimin me një moment të caktuar, a nuk na tregon kjo për vlerën e kohës që duhet me pas, për kushtueshmërinë në kohë, në termin të caktuar, sa i rëndësishëm do të jetë ky termin që ne e bëjmë në Ramazan më konë në jetën tonë të përditshme. Mësuesi kur hin klasë me hije me orarin që e ka. Doktori atje kur shkon punë, me shku me orarin që e ka, njerëzit presin. Ai në punësi që është me shku me orarin që e ka, se njerëzit din që ja ke fillu punës. Ai që është përgjes, ai që është kretar, ai që është punëtori thjesht. Me orar, me termin. Sepse njerëzit din që ka fillu puna. Këto na mëson agjërimi. Këtë vlerë të nderuar vëllezër na jep agjërimi. Pastaj shfrytëzimi i kohës brenda agjërimit, brenda ditës agjërimit dhe natës agjërimit. Agjërojmë, ngritmi, falmi, natën, bëjmë ibadet, përmendim Allahun xhalla xhelalu, këto i bëjmë vetëm me qëllim që me shfrytëzue kohën sa më shumë. Andaj le të jenë këto vlera që na jep Ramazani të nderuar vëllezër, le të ndërtojnë edhe në jashtë Ramazanit personalitetin tonë, le të ndërtojnë do thotë strukturën tonë, le ta ngritmi nivelin dhe standardin e përgjegjësive, edhe nivelin dhe standardin e punëve tona, sepse ky është qëllimi do thotë i agjërimit, sepse Ramazani është një shkollë, si thamë edhe më herët, e cila neve na jep vlera, na mëson neve çish mu bë më të mirë, çish mu bë më të sinqert, çish mu bë më të devotshëm, çish mu bë më të edukum, çish mu kon me moral më të mirë, me sjellje më të mirë. Elusmi Allahu xhalla xhelalu që na i pranoj ibadetet tona, na i pranoj agjërimin e namazit që e bëjmë, e përmendjen e Allahut, e gjitha adhurimet tjera. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.